Cilën thot t'u mësoj fëmijëve të parën? 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara apo 99 emrat e Allahut në këtë muaj? Allahu të rujt ty, të rujt edhe fëmijët, të boft halalet, khairit. Nuk kisha me thonë këtë as atë. Zgjedha atë që është fillimisht ma lehtë, nëse janë fëmijët e vegjël edhe kanë vështirësi në mbajtjen mend diçka të gjatë. Edhe e dyta që ta preferoj, prapë cëllën do që u mëson, mësoj edhe kuptimin e tyre. Unë cëllës do t'i kisha dhënë përparësi. Nëse janë fëmijët e vegjël edhe kanë vështirësi në 99 emrat Allahut mi majtë mend se janë shumë, plus edhe kuptimin, atë do të kisha kalu të 2 ajetet e surës Al-Baqara, për çka thash që ata me mos mu bo bajat, me ndje se kanë arrit një sukses në këtë muaj kemi mësu 2 ajete. E ma kullaj është me mësu këtë 2 ajete se 99 emrat, por gjithsesi, cëllën do që mëson, mësoj edhe kuptimin e tyne. Zotit i rujtë.